Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Falendero emrin e Zotit tënd të lartësuar. Madhroje Zotin tënd me të lartësuarin, i cili krijoi dhe përsosi, Allahu i lartësuar urdhëron që të bëjmë tesbih për të. Tesbih, u ndaj tij në kupton përmendjen shpesh të tij, adhurimin dhe nështrimin ndaj lartësisë dhe madhështisë së tij. Kjo duhet të bëhet ashtu si shkon madhështisë së Allahut, duke përmendur emrat e tij të bukur, duke adhuruar Allahun ashtu siç dikton kuptimi i drejtë dhe i saktë i këtyre emrave, duke kujtuar dhe përmendur veprat e tij madhështore dhe të urta, mes të cilave edhe fakti që ai ka bërë krijesat në formë me të plotë dhe të përkryer. Krijon çdo gjë dhe e bën të harmonizuar. U tefsiru sure El Ala, ajet 1. Dhe që çdo gjë e ka caktuar dhe i ka dhënë inspirim, i cili përcaktoi e orientoi. Allahu i lartësuar ka bërë të gjitha përcaktimet dhe i ka udhëzuar krijesat sipas këtyre përcaktimeve. Këtu bëhet fjalë për udhëzimin e përgjithshëm, i cili u shërben krijesave për të arritur dobitë vetjake, nëpërmjet të cilave rregullohet vazhdimësia e tyre në këtë jetë. Është ai që përkujdeset për të gjitha krijesat e tij. Çdo mirësi e kësaj dynjaje është mirësi e tij. Prandaj, në vijim, Allahu i lartësuar përmend disa nga këto mirësi, dhe që bën të rriten kullosat, i cili mundson mbirjen e kullotës e pastaj atë bën pletëzi. Është Allahu që zbret shiun nga qielli dhe, nëpërmjet tij, nxjerr lloje të shumta të bimësisë me të cilën ushqehen njerëzit, kafshët e tyre dhe çdo lloj kafshë tjetër. Me pas, ai bën ato të vyshkën dhe të shndërrohen në pletë të nxirr. Pastaj i lartësuari përmend mirësimet e mëdha që u ka dhuruar krijesave, Kurani madhështor, dhe pastaj bën që të shndërrohen, të thanë të vyshkën. U tefsiru sure El Ala, ajet 4. Na do ta mësojmë ty Kuranin përmes Xhibrailit e ti nuk do ta harrosh. Ne do ta shpallim ty Kuranin që të mos harrosh, përveç asaj që Allahu dëshiron. Ai e di të dukshmën e të fshehtën. Kuptimi, ne do të bëjmë që Kurani të zërë vend në zemrën tënde, që ti ta kuptosh plotësisht atë, dhe pastaj të mos harrosh gjë prej tij. Ky është një përgëzim madhështor nga Allahu i lartësuar drejtuar adhuruesit dhe profetit të tij, Muhamedit as. Allahu i madhëruar do t'i mësonte atij një dituri që nuk kishte për ta harruar. Kjo do të thotë që profeti as. nuk harroi asgjë prej shpalljes së Zotit, përveç asaj që Zoti, me urtësinë e tij, e gjykoi se ishte e dobishme që të lihej në harresë. Allahu e di shumë mirë se çfarë është e dobishme dhe çfarë e dëmshme për robërit e tij, prandaj vendos për ta ashtu si dëshiron ai, me urtësinë e tij madhështore. Përveç asaj që don Zoti. Ai Perëndia, me të vërtetë, di çdo gjë që shprehni haptazi dhe atë që fshini. U tefsiru sure El Ala, ajet 6. Dhe ne do ta lehtësojmë ty rrugën e lehtë. Ne do të mundsojmë për ty me të lehtën. Edhe ky është një tjetër përgëzim i mrekullueshëm dhe i madh për këtë profet të zgjedhur. Allahu i lartësuar do t'i lehtësonte atij të gjitha çështjet, madje edhe feja e sjell prej tij do të ishte vetëm lehtësim dhe mirësi për njerëzit. Prandaj këshillu ti, nëse këshilla ka dobi. Këshillu aty ku këshilla bën dobi. Ftoi njerëzit të zbatojnë dhe jetojnë sipas ligjit të Zotit dhe porosive të tij. Por kjo këshill është përkufizuar me një porosi tjetër, këshillo aty ku këshilla bën dobi. Do me thënë, nëse ajo dëgjohet dhe pranohet, sido që të jetë, këshill e plot apo e pjeshme. Ajeti tregon se, nëse këshilla nuk sjell dobi, përveç se e shton të keqen dhe e pakson të mirën, ajo nuk është e detyrueshme, madje është ndaluar që të bëhet. Në lidhje me këshillimin, njerëzit ndahen në dy grupe, përfitues dhe jo përfitues prej tij. Duke sharuar të dy llojet, i lartësuari thotë: ai që i druan Perëndis, këshillohet. Do ta pranoj këshillën ai që ka devotshmëri. Ata që përfitojnë nga këshilla janë të pajisurit me hashje, pra, me frikë respekt për Zotin. Ata i druan qëndrimit para Zotit të tyre dhe dhënjesë së llogarisë. Kjo ndjenjë e bën robin që të ndalet nga gjinohet dhe të nxitoj për të kryer veprat e mira, në bindje ndaj Zotit të tij. Ndërsa mos përfituesit nga këshilla janë ata të cilët Allahu i lartësuar i ka përshkruar me fjalë: e shmangen nga këshillat, ai më i keqi. E do ta refuzoj atë ai që është shumë i keq, i cili do të hyjë në zjarrin e madh, aty ku as nuk do të vdes, as nuk do të jetoj. Këta do të flakën në zjarrin e ndezur fort, nxehtësia të cilit arrin deri në zemër. Atje do të vuajnë një ndeshkëm të dëmshëm të pandërprerë, pa gjetur kur qetësi dhe shpëtim. Ata do të dëshirojnë vdekjen dhe shkatërimin, por kjo nuk do të mundsohet, sikurse thotë i lartësuari, ata që mohuan Allahun i pret zjarri i xhehenemit. Atyre as nuk u jepet fundet e vdesjen të rehatohen e as nuk u lehtësohet ndeshkimi. Kështu e ndeshkojmë ne çdo mohues. Fatir 36, i cili do të digjet në zjarrin e madh. U tefsiru sure El Ala, ajet 11. E në të, as nuk do të vdesë, as nuk do të jetojë jetë normale.
U tefsiru sure El, Ala, ajet 11. Shpëtimin do të arrijë ai që pastrohet nga të keqijat. Ka shpëtuar ai që është pastruar, që e kujton madhrinë e Zotit të vet dhe fal namazin. Ka shpëtuar nga çdo e keqe dhe ka fituar çdo të mirë ai që ka këtë cilësi, 1. Është i pastruar, do me thënë është i pastër nga shirki, pa drejtësi të çdo lloji dhe veset e keqija. 2. Përmend madhrinë e Zotit të vet dhe falet. Zemra e tij është e mbushur me këtë përmendje dhe kjo e shtyn atë që të bëj vepra të mira për të kënaqur Zotin. Nga këto vepra të mira është veçuar namazi, i cili është treguesi i qartë i imanit dhe pastruesi i gjunave. Disa janë të mendimit se përcaktimi që është pastruar në kupton dhe një në zekatit të fitrit, i cili është pastrim për agjëruesin, ndërsa kur thuhet dhe fal namazin është për qëllim namazi i Bajramit. Por megjithëse ajeti përfshin këto raste, nuk mund të themi se ka për qëllim vetëm ato, sepse ai është më i gjerë dhe gjithëpërfshirës, dhe që e përmend emrin e Zotit të vet e bën namaz. U tefsiru sure El, Ala, ajet 14. Por ju, përkundrazi, më shumë po e parapëlqeni jetën e kësaj bote. Por ju po jepni përparësi jetës së kësaj bote. Kuptimi, ju e parapëlqeni dhe e vlerësoni më shumë këtë botë se ahiretin. Ju jepni përparësi kënaqësive të saj të shkurtra dhe të përzjera me lodhje dhe vuajtje, duke harruar se. Por jeta tjetër është më e mirë dhe e përhershme anshuar. Kur dihet se jeta e botës tjetër është më e mirë dhe e përjetshme. Ahireti është më i mirë se dynjaja në çdo këndvështrim. Ahireti është i përjetshëm e i mrekullueshëm, ndërsa dynjaja është vend i përkohshëm. Besimtari, i cili është i ditur dhe i zgjuar, nuk e zgjedh kurrë të keqen dhe të braktisë të mirën, nuk e zgjedh kënaqësinë e përkohshme kundrejt kënaqësisë së përjetshme. Parapëlqimi i dynjas kundrejt ahiretit është koka e çdo të keqeje dhe gjunohu. Kjo, me të vërtetë, ka qenë shënuar në faqet e librave e broshurat e lashta. Vërtet, kjo gjendej edhe në shkrimet e hershme, në shkrimet e Ibrahimit dhe të Musait. Këto që po ju thua në këtë sure të bekuar janë të njëjta me ato që gjenden edhe në librat e parë, që Zoti u shpalli Ibrahimit dhe Musait, të cilët janë të zgjellurit dhe ndër më të nderuarit profetë të Zotit, pas Muhamedit as. Këto porosi janë sjellë në çdo ligj të shpallur nga Zoti ndër shekuj, sepse ato janë garantuese të mirësive të dinjas dhe ahiretit. Këtu përfundon tefsiri i surës El Ala. Allahut i takon falënderimi dhe lavdia e plot. Librat broshurat e Ibrahimit dhe Musait. U tefsiru sure El, Ala, ajet 18.